Peshorja e së vërtetës, gjykimi mahnitës i Ali ibn Ebi Talibit. Ka momente në histori ku drejtësia vjen nga vendi më i papritur, jo nga librat, jo nga dëshmitarët, jo nga provat e zakonshme, por nga urtësia, ajo urtësia thellë që Allahu a jep njerëzve të zgjedhur. Ky është një nga ato momente. Ishte koha e Omer ibn Khattabit, halifi i dytë i muslimanëve, njeriu i njohur për drejtsinë e hekurt, për vendosmërinë e tij, për frikën që kishte ndaj Allahut. Historianët dhe dietarët e hadithit kanë dokumentuar gjerësisht se halifja Omer ibn Khattabi mbështetej plotësisht tek Ali ibn Ebi Talibi në çështjet e jurisprudencës dhe gjykimit, aq sa Omeri vetë deklaroi më së një herë: "Do të kisha humbur sikur të mos ishte Ali ibn Talibi." Por kjo histori e veçantë, ky rast që na ka mbetur si dëshmi e urtësisë së Aliut, ishte sprov që as Omeri vetë nuk e gjeti dot zgjidhjen. Ndodhi diçka tragjike dhe e zakonshme njëkohësisht në botën e asaj kohe. Dy gra beduine ishin duke udhëtuar bashkë në shkretë të tir me fëmijët e tyre të vegjël. Fëmia i njërës prej tyre, sipas transmetimeve, u mor nga ujku gjatë natës, u zu, u zhduk. Dhe tani, të dyja pretendonin se fëmia tjetër, ai që kishte mbetur gjallë, ishte i veti. Të dyja qanin, të dyja betoheshin, të dyja kishin mall të njëjtë në sytë e tyre. Asnjë dëshmi, asnjë provë dukshme, asnjë rrugdalje logjike e qartë. Shkuan tek Omer ibn Khattabi, halifi i muslimanëve, njeriu i drejtë, i dëgjoi të dyja, mendoi, pyeti, analizoi. Por çështja ishte si muri i gurtë, pa derë, dhe Omeri, me ndershmërinë e tij karakteristike, me atë cilësi të rrallë të udhëheqësit të madh që pranon kur nuk di, bëri diçka të madhe. Thirrri Aliun. Ali ibn Ebi Talibi ishte gjykatësi më i njohur ndër sahabët. Ibn Masudi thoshte: "Gjykatësi më i mirë ndër njerëzit e Medinës ishte Ali ibn Ebi Talibi." Dhe Omeri shpesh të rriste Aliun kur përballej me çështje të vështira gjyqësore. Aliu erdhi, dëgjoi të dyja gratë, shikoi foshnjën, mendoi, dhe pastaj bëri diçka që askush nuk e kishte menduar. Kërkoi që qumshti të dyjave të mblidhej dhe të peshohej. Të pranishmit u çuditën. Çfarë lidhje ka qumshti me pronësinë e fëmijës? Por Aliu dinte. Qumshti u mblodh, u peshua me kujdes, dhe doli që qumshti njërës grua ishte dukshëm i rëndë se i tjetrës. Aliu shpjegoi: "Nëna e vërtetë e fëmijës. Trupi i saj ka prodhuar qumësht më të rëndë, më të pasur, sepse fëmia i saj është gjallë dhe trupi i saj vazhdon ta ushqejë biologjikisht. Nëna tjetër, trupi i saj ka filluar të thahet, sepse fëmia i saj ka vdekur dhe nevoja biologjike ka ndryshuar. Fëmia ju dha nënës me qumësht më të rëndë." Ky gjykim ndodhi rreth 1400 vjet më parë, por shkenca moderne, me laboratorët dhe studimet e saj të sofistikuara, ka konfirmuar pikërisht atë që Ali ibn Ebi Talibi e dinte me urtësinë e tij. Studimet shkencore kanë dokumentuar se përbërja e qumshtit të gjirit ndryshon ndjeshëm dhe vazhdimisht gjatë periudhës së laktacionit, jo vetëm nga nëna në nën, por edhe brenda të njëjtës nën, duke u adoptuar sipas nevojave të fëmijës. Ulëmtimet shkencore kanë treguar se përmbajtja e yndyrës dhe kalorive në qumësht rritet ndjeshëm gjatë aktit të ushqyerjes. Qumshti i fundit i çdo ushqyerjeje është shumë më i pasur dhe më i rëndë se qumshti i fillimit, por aspekti më i rëndësishëm lidhet me ciklin hormonal të nënës. Shkenca moderne ka zbuluar se trupi i nënës që ushqen fëmijën gjallë prodhon vazhdimisht hormon prolaktin, hormoni kryesor i laktacionit. Ky hormon stimulon gjëndrat e qumshtit të prodhojë qumësht të pasur, të dendur, të rëndë nga pikpamja e lëndëve ushqyese. Por kur fëmia vdes ose ndalon së ushqyeri, nivelet e prolaktimit bien me njëherë. Brenda orësh dhe ditësh, qumshti fillon të thahet, të hollësohet, të paksohet. Ulëmtimet shkencore kanë dokumentuar se përbërja e qumshtit të gjirit është e lidhur ngushtë me gjendjen e nënës dhe rrethanat e laktacionit. Kështu, nëna që kishte humbur fëmijën ndaj ujkut kishte qumësht në tkurje. Nëna me fëmijën gjallë kishte qumësht në kulmin e tij. Ali ibn Ebi Talibi, pa mikroskop, pa laborator, pa shkencë moderne, e dinte këtë. Jo nga librat, por nga ajo dritë e brendshme që Allahu a jep të diturve. Allahu thotë në Kur'an: "Dhe i mësuam atij dije nga ana jon." Surja Kehf 65. Ibn Qayyim el-Jawziyja, në veprën e tij madhore mbi metodat të gjyqësore islame, ka dokumentuar shumë shembuj të gjykatësve musliman
që zbulonin të vërtetën duke u mbështetur në zgjuarsinë, vrojtimin dhe njohuritë e thella të Ali ibn Abi Talibit. Kjo nuk ishte rastësi dhe nuk ishte magji. Ishte metodë shkencore, para se shkenca të ekzistonte si disiplinë. Ishte vëzhgim, analizë, përfundim logjik. Islami nuk e ndan kurrë urtësinë shpirtërore nga urtësia praktike. Gjykatësi ideal islam, sipas mësimit profetit alayhi salam, është ai që gjen të vërtetën me të gjitha mjetet e disponueshme, dëshmitarët, betimin, provat fizike dhe, kur asgjë tjetër nuk funksionon, logjikën e thellë dhe vrojtimin. Ajo grua e dëshpëruar, me fëmijë të vdekur nga ujku, me zemër të thyer, doli nga gjyqi me duar bosh. Por ajo nën tjetër, ajo me qumshtin e rënd, me fëmijën gjallë, doli me djalin e saj në krah. Dhe e vërteta që duke je pamundur të gjeje, doli nga peshorja, jo nga gënjeshtra, jo nga betime, por nga natyra e trupit të nënës. Kjo histori na mëson diçka të thellë. Allahu ka ndërtuar në natyrën e krijesave të tij dëshmi. Allahu ka vendosur në biologjinë e nënës të vërteta. Allahu ka dhënë njerëzve të zgjedhur urtësi për t'i lexuar ato dëshmi. Dietari Ibn el-Jawzi ka shënuar se gjithë sahabët e pranuan pozicionin e Aliut si gjykatësi më i ditur dhe i mirë, dhe Omeri vetë konfirmoi këtë duke thënë: gjykatësi më i mirë ndër ne është Ali. Dhe ajo peshore e vogël, ajo që mat qumshtin e nënës, ishte njëkohësisht instrument gjyqësor dhe dëshmi hynore, sepse Allahu i Madhërisëm nuk e lë kurrë të vërtetën pa dëshmi. E vërteta gjithmonë ka peshë, dhe peshorja e Aliut e provoi.